Hoxh, ky është agjërimi im I parë dhe kam nisur të fal namaz. Në një video ke thënë që nëse nuk ke mundësi ta falësh në këmbë, fale ulur. Por dëgjoj disa të tjerë që nëse nuk e fal siç duhet nuk quhet. Allahu ta pranoft namazin. Allahu ta pranoft agjërimin. Masha Allah, Zoti ju rujt. Nëse njeriu është sëmur, nuk falet dot në këmbë, falet ulur. Nëse nuk falet dot ulur, falet shtrirë. Ne kemi argument për këtë. Atë sahabiun I cili kishte problem shëndetësor dhe u ankua I foli profetit a.s. Dhe siç kuptohet prej fjalëve të profetit a.s. I tha, falu në këmbë, nëse nuk mundesh në këmbë, ulur. Allahu I lartësuar çfarë thot në Kur'an? La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon dikë përtej mundësisë. Ti s'ke mundësi të falesh në këmbë, falesh ulur, s'ke mundësi ulur, falesh shtrirë. Namazin me e fal. Allahu I rujt, Allahu ta pranoft namazin dhe vazhdo duke ju bindur Allahut lartësuar. Zoti ju rujt.